Përplasje fort mes Musk dhe Rubio në prani të Trump. Një situatë e pazakont ka ndodhur këtë të njëjtën në shtëpinë e Bardh në prani të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Sipas mediave amerikane, Elon Musk ka patur një përplasje të ashpër me sekretarin e shtetit Marco Rubio, pasi ky fundit u akuzua se nuk ka pushuar nga puna askënd në departamentin që drejton. Por i menjëhershëm ishte edhe reagimi i Rubio, i cili tha se kjo është e pavërtet, madje shtoi se pushimet nga puna nuk mund të bëhen pa studiuar. Të pranishëm ishin edhe anëtarë të tjerë të kabinetit të Trump, por nuk kanë ndërhyrë gjatë përplasjes. Ndërkohë, vetë presidenti Donald Trump ju është drejtuar sekretarëve të tij se në krye të departamenteve janë ata dhe jo Elon Musk. Mediat raportojnë gjithashtu se nga shtëpia e Bardh deri më tani nuk ka asnjë reagim për këtë përplasje, madje zyrtarët më të lartë e kanë mohuar përfshirë edhe presidentin Trump, i cili ka thënë se marrëdhëniet Musk-Rubio janë të shkëlqyera.